por duket që ky ishte një kalkulim shumë i gabuar. E mbylli Abdi Xhiku ciklin e tij në DDK me rezultatet e sotëm, besoj, nuk kam pikpyetje. Vështirë të thuhet, por në bazë të deklaratës që dha sonte, gjithçka flitet që ai i ka, si thua, mund t'i ketë ditët e numëruara dhe aty mund të ketë një leadership të ri, por çështja është a do të jetë një leadership që arrin jo vetëm të mobilizojë elektoratin mjaft në moshë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, elektoratin tradicional, apo do të jetë një leadership që do të arrijë të mobilizojë elektoratin e ri, ku zoti Kurti dominon edhe me populizmin e tij, dhe këtu unë nuk shoh momentalisht ndonjë figurë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo mbetet për të parë në ditët dhe javët e ardhshme. Po na shoqërojnë pamjet e drejtë për drejta të festës së vetëvendosjes në Prishtinë, zoti Robelli, në këto momente, është lumi fishek zjarre si kur të jetë nata e ndërimit të viteve në Kosovë, pra nuk është pritur 31-shi, por 28 dhjetori ka sjell dhe fitoren që ngjan me një fest ndërimi të viteve. Këtu jemi në sheshin qendror të Prishtinës, mos gaboj me këto pamje. Po, zoti Robelli? Po, do të thoja më mirë këto pamje se pamjet e dikurshme të vetëvendosjes duke hedhur gur, por në përgjithësi mendoj që fjalimi i zotit Kurti sonte ishte mjaft i moderuar dhe mendoj që do të ishte mirë që vetëvendosja të tregonte edhe një zemërgjerësi, edhe një përgjegjësi shumë më të madhe ndaj shtetit pas kësaj fitore shumë të rëndësishme për këtë parti, por fitoret janë njëra gjë, e qeverisja është çështje krejt tjetër dhe këtu vërtet zoti Kurti duhet të bëjë ndryshime radikale në qeveri, të gjejë njerëz të tjerë të cilët do të marrin drejtimin e qeverisë nëse ai krijon një qeveri. Unë kam përshtypjen që në Kosovë, sidomos nga kjo qeveri, është folur jashtëzakonisht shumë në terma luftarak, po blejmë armë, e forcuam ushtrinë, e bëm ushtrinë, e morëm veriun, e bëm këtë dhe e bëm atë. Dhe kjo është përdorur edhe si mask për të arsyetuar ose për të zhvendosur vëmendjen nga mospuna në fushat e tjera. Dhe unë do të dëshiroja që të flitet shumë më tepër për mbrojtjen e ambientit, sepse mendoj që Kosova ka një problem shumë të madh, si nga ndotja e ajrit, si nga plehrat, si gjithçka që domethënë nuk pjesërisht i bën qytetet e Kosovës të pajetueshme. Pastaj reforma të thella në sistemin arsimor, sepse zoti Kurti mund të lavdrohet pafund me kince të arriturat e tij, po në çdo domethënë në çdo studim, në çdo test që bën PISA, Kosova është ose e fundit ose e parafundit.